Duaja ka qenë gjëja më e theksuar të Muhamedi alayhi salatu wassalam. Ai bënte dua shumë, nuk mbështetet tek vetja, i mirte sebepët, por bënte dua, lutej te Zoti i Madh xhel xhelalu, nga se udhëzimi, mbarësia, mirësia, krejt janë dhurata të Zotit. Ato merren veç me dua, ato merren veç me lutje. Andaj shumë prej adhurimeve tona mund të përkthehen me një fjalë lutje. Namazi është lutje, edhe zekati është lutje, sepse ti jep pasurinë për ta lutur Allahun me të fal. Agjërimi është lutje, sepse ti nuk ha buk për Zotin me të fal. Haxhi është lutje. Shumë prej veprave janë lutje. Andaj ne lutemi me këto vepra që Allahu subhanahu wa taala na fal. Dhe krejt veprat tona duhet të përkthehen në lutje, duhet të përkthehen në dua. Andaj ka thënë alayhi salatu wassalam, "Ed-du'a mukhul ibada." Duaja është palca e adhurimit. Ai që s'ka dua në ta, jo rasisht edhe Allahu nuk e fal shirkun, i cili është shirku duas, kur ti e lut dikant tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Po këtë arsye pejgamberi alayhi salatu wassalam bënte shumë dua. Dietarët e muslimanëve shkruajtën libra për duat e pejgamberit alayhi salatu wassalam, lutjet e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Por çfarë arsye? Nga se donin të lutën me çato dua që ka bëu pejgamberi alayhi salatu wassalam, sikur që do të vjenë një dua e veçantë e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ku njëri prej sahabive thot, një ditë prej ditëve u lut shumë pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe ne i tham ja Rasulullah, shumica prej neve s'e ne majtën mend këtë dua. U lutë shumë, po na s'e ne majtën mend këtë dua. Lecona dyqysh. Atëherë tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, ja unë tash u lexoj. Tha, çka më thon, thuni kështu. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, thuni o Allah, na jep edhe neve krejt që ato shka ti ka lip Muhamedi alayhi salatu wassalam, dhe na ruj neve pikit që atin me punë dhe që ka tha Muhamedi sa o Zot rujë muhe. Sa e thjeshto, sa e thjeshto. Me e bo këtë dua gjdo dit muslimani, me thanë o Allah, krejt lutit që ka i ka bo pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe unë e pidu që ato. Ty si di që ka lutaj, po ti veç ti sen e di, se krejt që ka është lut për të mirë. Dhe prej këtë gjërave që ka kërku mbrojtë, ato janë të këqija. A e pengon njani për neve me e ba që këtë doa? Njëve dhe zdi ju në qka mu lutu qështu. O Zot, qatë ka lip pejgamberi jotë, jepëm edhe muhe. Qatë ka kërku mbrojtje pejgamberi jotë, alayhi salatu wassalam, rujëm edhe mu për që të në gjërave. Andaj për i doave që i ka sjedhim në Bukhariu, të radhës që shumë e rëndësi, është doaja e ti, alayhi salatu wassalam, ka thanë, Allahumme tahirni bi thelgji, wal baradi, wal ma'il barid, kema ju taharu thaubu dënesu min el wasakh. Ka thënë alayhi salatu wassalam, o Allah, më pastro me akull. Akulli, e cila është cop uji, apo e ngrirë, e bë me top, dhe ajo mban ftotësi me veti. Është lutë pejgamberi sa ka thënë, o Allah, pastro me akull, nga se mëkati ka nxehtësi, mëkati ka ashpërsinë e vet. Andaj ftofëm mua, ftofëm ma shpirtin, fladit ma shpirtin. Shiko këtë zet, shiko kur bëhet koha nxet, njerëzit lipin hije, lipin klim, lipin ftoft. Pse? Se thot nxet. E mëkati janë më i keq për njerin se ky dielli çka të mandi. Fundi ky dielli është i dobishëm. Nxe prej bereqeteve dhe tokave çka na han pi tyne. Apo andaj sa mëkatet i kemi bërë dhe kanë shkaktuar nxehtësi ato të na. Ka shkaktuar smuj ato të na. Dhe i duhet akull. Andaj ka thënë alayhi sallam, o Allah, ftofëm me akull. Pastaj ka thënë wal barad, dhe me breshër, pastrim, zbukurim, bardhësi, që edhe të maloj e flat. Shiko, vjen ilaçi i lehtë, vjen ilaçi i butë, ta fshin njollën pa të bëu munime. Islami të ndërum xhamat e pastron njeriu lehtë. Andaj shiko, ka thënë dhe me ujë të ftoft. Dhe me ujë të ftoft, shiko njerëz, këtë ujë të ftoft sa shlipin. Ama lipin për barkut e tëre. Apo shpirtin, sa njeri është i etur në shpirtin e ti me pi ujë. Allah e kanë gjasue shpallin e vetë me ujë. Shpallin e vetë e kanë gjasu me ujë. Sikur ujën që ka e zvetë Allah pëqile, e zvetë edhe shpallin pëqile. A ka mundësi dikush me zbrit shpallje? Jo. A ka dikush mundësi me zbrit shiun? Jo, përveç Allah. Njëjtë edhe shpallin s'ka mundësi kërkush përveç Allahu xhelel xhelalu. Sikur që neve na duhet uji i shiut, na duhet edhe uji i shpalljes që me i vadit shpirtat e tonë.
Që me vadit shpirtat e tonë. Sa i thatën i njeri që s'ka pije uj këtë gjatë. Shpirti i del, flaka i del, dhe sa të pije uj. Pa këta sfjetë të ndërum gjëmat, duhet kemi nevoj shumë të madhe ta kërkojmë këtë nevoj. Nevojnë e shpirtit. Pasaj ta pejgamberi alayhi salatu wassalam, o Allah, sikur që pastrohet petka pinjollave, pillumeve, pishenjave të këqija që je kanë gjitë në tesh, qashtu pastrom edhe mua. A ka njolla që ngjiten në shpirt? Po, ka njolla që ngjiten në shpirt dhe bën barë për shpirtin, mëkati i shpirtit. Kur ti vazhdimisht je në mëkat, kur ti vazhdimisht shikon njerëz të ndërum xhamat, vallahi që do të bën kaimë xhozie, mos me ka njeri pos i dhnu me Allahit, për ndryshe kish i shku ketja këtë të kesh. Në Madarijus Salikin, thot Ibn Qayyim al-Juzeyy, një njeri që është i kënaqur me Allahin, qoftë në mira, qoftë sprova, ai vazhdimisht është i buzëqesht. Por kështu ka qenë pejgamberi alayhi salatu wassalam. E një njerëzit, shikon njerëzit munohen më rolat me mshe me burni, ato e sukakërit, rrogaqërit. Ai i cili i dhnu me Allahin, rri vazhdimisht më rolt. Sa i me Allahin ka problem, me rob ka problem, me ket ka problem. Pejgamberi alayhi salatu wassalam thot Xherir ibn Abdillah radhiyallahu an, nuk e kam pa më rolt kur pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur. Ki mujt me pa tu kajt, ama më rolt jo. Pse thot Ibn Qayyim al-Juzeyy këtu sekret, se ka qenë i knast me Zotin. O Zot, çka të më çojsh ti e mira ajo? Çka të më çojsh ti e mira është ajo? Për këta sy të ndërum xhama, lutej bëjmë o Zot, pastroma petkën e shpirtit, që t'jam i knast me tyje, largoma barrën e xhunait. Pastaj çka thonte, lekel hamdu mil'us sama. Falënderimit takon veç tyje sa mushët qilla. Nëse mujna me mush qillën me falënderim, du të me mush. Njani për neve i falë 5 kohë namaz, edhe kujtën që ka mush qillën, jo, ka dale. Nëse ke mush qillën me, ani ti falë 5 kohë. Ase ajtini përshev një dinare jep, hapo, edhe del sikur kitë shkupit i ka dhonë sot buk. Ka dalë me Allah se ti dinari ke dhonë, po se ke ushime kitë shkupin Allah. Po një familje që ke quet do gram buk kënë regull, ama qfar? Nëse mund është me mush qillën me falënderim mushe. Ka thënë alayhi salatu wassalam, lekel hamdu mil'us sama. Ty të takon falënderimi sa mushët qilla. Wa lekel hamdu mil'ul ard. Dhe ty të takon falënderimi sa mushët toka. Sa ka mundësi toka më mush, këtë falënderim du të me i ba. Allahu gjela, pas të ka thënë, ty të takon falënderimi sa të dush ti o Allah mas kësajla. Sa të dush ti. Po këta si ju të ndërum gjëma, kur njeri zbrazët për mëkatit, atër falënderon. Dhe pastaj ka vazhdu pejgamberi alayhi salatu wassalam me ba edhe dua të tjera të cilat i ka sjell Imam Buhariu. Andaj të nderuar xhamat, ne vazhdimisht duhet të miremi me duat e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Të lutemi me to, përgjërohemi me to, me dënes ta lutim Allahun subhanahu wa taala. Të nderuar xhamat, rezimeja e dunjas Allah me t'i fal gjunat. Ai kaimaki kitë se dunja Allah me t'i fal gjunat. Mos me t'i fal Allah i gjunat, këtë ka jeton ti, këtë ka merr vrim ti. Ban shka dush, ndjeju që ish dush, luje rolin e kuj dush, mës t'i falë Allahu gjunat. Omer Khattabi qante dhe thante, mirë për mua dhe mirë për nanën teme. Nësa Allah ish mi falë gjunat, mirë për mu dhe mirë për nanën teme cila më ka lind. Nësa Allah ish mi falë gjunat, para me na me dalë për para Zotë Allah, s'ti fali gjunat. O kush të banë dobi, mosani, cëli dos, cëli shok, cëli grup, cëli kush ka me të bo dobi, cëli njofëci të banë dobi. A di çfarë ditë është ajo, ditë e llogarisë? Shikoj njerëzit që gjithat zahmet e kanë qape tu knaq. Në Rafat tu knaq, ama njerëz dalin zahmet i madh. Po para me në kur dalim me miliarda njerëz sullak ketë me një vend, e ti nuk e di as shpijen ku e ki, as rana ka, ku jam une, dhe me mija vitët me prit. E para me në mas kita ti me mija vitët të stafali. Allah në rujtja Rabbel Alemin. Andaj për nësam lutë i shumë o Allah falem ato gjunaj që i kam bo publik, ato gjunaj që i kam bo tinza, ato që i kam bo të kalumen, ato që i mi bo të ardhmen. Se s'na kena gjunaj, shumë gjunaj kena. Si do mos ta që hirë koha e verës, e di se njësi mushim me gjunaj. Allah në falë të gjitha gjunajat, ja Rabbel Alemin. Allah i falë gjunajat tona që i kemi bo të kalumen. Allah i falë gjunajat tona që i kemi mundësimi bo të ardhmen. Allah i falë gjunajat tona që i kemi bo publike, dhe gjunajat tona që i kemi bo tinza.